Me një potencial të konsiderueshëm për zhvillimin e sporteve ajrore dhe turizmin në jug të vendit, aerodromi Gjirokastrës po shihet gjithnjë më shumë si një aset që mund të marrë një rol të rëndësishëm në të ardhmen. Sipas drejtorit të aviacionit civil, Maksimet Hemaj, ky projekt kërkon ndërhyrje të domosdoshme në infrastrukturë dhe mirëmbajtje të vazhdueshme në mënyrë që të shfrytëzohet plotësisht. Fusha ajrore Gjirokastrës është regjistruar, pra është një fushë në Regjistrin e Aviacionit Civil Shqiptar, i cili mundson këto aktivitete të sporteve ajrore. Pra, infrastruktura është aty. A është e mirë? Është e mirë. A mund të bëhet më e mirë? Do bëhet më e mirë. Sa më mirë bëhet infrastruktura, aq më shumë aktivitete të tjera do ketë. Nuk janë disa, për të paktën me çfarë mbajmë 2-3 vite fundit, janë mesatarisht 3 deri në 4 aktivitete në Gjirokastër. Të larmishme, kemi pas paragliding, kemi pas edhe në precizion, kemi pas parashutat, pra ka aktivitete. Aviacioni civil ka për qëllim në funksion të objektivat e aviacionit civil të promovojë aviacionin civil për të gjithë përdoruesit e hapësirës. Pra, çfarë bëjmë në rinas për avionët e mëdhenj, për avionët komercial, ne duam ta bëjmë për çdo aktivitet që ka lidhje me ajrin. Të kenë akses klubet ajrore, të ketë akses doganat, të ketë akses policia, të kenë akses servitet ushtarake. Këtë do bëjmë. Pra dhe fusha e Gjirokastrës është në funksion të objektivit madhor për ta promovuar aviacionin civil, për ta bërë të aksesueshëm për njerëzit dhe kjo është çfarë ne duam të arrijmë si aviacion civil, si qeveria e Republikës së Shqipërisë. Që ne të kërkojmë më shumë vaj pozitiv për qytetin, na kërkohet që infrastruktura e aeroportit të përmirësohet dhe të mirëmbahet. Çfarë do të thotë? Fal Zotit, fushta është shumë e mirë, kushe shumë të mira, ka nevojë për disa punë sekondare, që janë mirëmbajtja e barit, rrethimi i pistës në mënyrë të plot, vizimi i vazhdueshëm i pistës dhe ajo çka ka nevojë pjesa publike e fushës. Një restorant i vogël, 2 hangar të vegjël për avion, që edhe kur të mos ketë aktivitete të sporteve ajrore, njerëzit vinë këtu. Në lidhje me idenë për ndërtimin e një aeroporti mes Gjirokastrës dhe Sarandës, Hemaj vlerëson se një projekt i tillë do t'i përshtatej më së miri zhvillimit të zonës jugore, duke parë si një hap strategjik për rritjen e aksesit dhe turizmit. Nga pikpamja e aeroportit Gjirokastrës për Sarandës, ne themi ne na duhen aeroporte, infrastrukturë. Për mua, fal rrugës së re që është bërë të Kardhiqit, se është Gjirokastër, se është Sarandë, nuk ka një rëndësi. Çfarë do zgjidha personalisht Gjirokastrën? Pra unë them që Gjirokastra shkon shumë mirë për këto aktivitete, sepse infrastruktura është shumë e mirë, qyteti është shumë afër, pra ti nuk ke nevojë të vish në fushë për të parë, por edhe duke pirë kafe në Gjirokastër e shikon. Por unë mendoj që gjërat në Gjirokastër me sportet ajrore sa do vinë do rriten. Pra ne kemi bërë 3 aktivitete në vit. Objektivi jonë është që deri në 2028 të kemi rreth 2 aktivitete më shumë çdo vit, pra ne presim që në fund 2028 të kemi rreth 10-12 aktivitete në Gjirokastër. Në këtë kontekst, aerodromi mbetet një projekt me perspektivë zhvillimi i lidhur ngushtë me investimet infrastrukturore dhe vizionin për sportet ajrore apo transportin ajror në jug të vendit.